Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë të madhin Zot Allahun xhalla xhelalu. Mirësi dhe bekimi të Zotit qofshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Babu siyam an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghayri Ramadan wa istihbab an la yakhla shahr min as-sawm. An as-sawm. Agjërimi i profetit sallallahu alaihi wasallam jashtë Ramazanit, dhe se është e preferuar që mos ketë muaj në të cilin nuk agjërohet. E preferuar, jo detyrë, po e preferuar. Pra, të paktën qoftë 3 ditë në muaj me agjëru njeriu, 3 ditë bashkë me 30. Selam aleikum, në rregull. Pastaj nëse është Zotit është më shumë. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam agjironte saqë to ishim s'ka për ta çel kurr, pra s'ka për gjithmonë ka për të vazhduar kështu. Po dhe rrinte pa agjëruar saqë mendojshim se kur s'ka për të agjëruar. Por se nuk e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta plotësoi muajin, nuk e kam parë profetin sallallahu alaihi wasallam që ta plotësoi një muaj agjërim të plot përveç se Ramazanit. Dhe nuk kam parë që ta agjëronte më shumë ditë se sa ç'agjëronte në muajin e Shabanit. Pra muaj të plot nuk bonte përveç se Ramazanit. Dhe më shumë të që agjëronte ditë, agjëronte nga muaji i Shabanit. Shabani është një muaj para Ramazanit. Është një muaj para Ramazanit. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. كان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وحب الصلاة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وإن قلت وإذا كان صلى صلاة داوم عليها. Nëna besimtarëve gjithashtu tregon se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk agjironte një muaj më shumë se sa agjironte Shabanin. Madje agjironte Shabanin të plot. Tani të plot apo me kuptimin krahasim me të tjerë. Dhe thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëni prej veprave aq sa mundni, se Zoti nuk velet derisa të veleni ju. Namazi më i mirë për pejgamberin alayhi salam ishte ai namaz që njeriu s'e ndërpriste asnjëherë. Pra në kuptim kur e bonte, e vazhdonte. Edhe nëse do ishte shumë pak. Dhe ai vetë, pejgamberi alayhi salam, nëse e falte një namaz nuk e ndërpriste më. Kjo është përgjigjja e hadithit që thotë pejgamberi sa ka falë gjithmonë 2 rekat mas ikindije. E ka bo një herë, edhe s'e kalon më. Po kjo është veçori specifike e pejgamberit sa është, si më thonë, kjo është vetëm për pejgamberin alayhis salam, nuk e bëjnë të tjerë. Sepse bëhet fjalë që tjetë në kohë të ndaluar, kurse për ne të tjerët në kohë të ndaluar s'bën. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول قائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما tregon nuk ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një muaj të plot përveç se Ramazanit. Madje jashtë Ramazanit agjëronte aq shumë sa që thoshim s'ka për ta çel pasha Zotit. E sa gjëronte sa që thoshim vallaj nuk ka për ta gjëruar. Pra gjithë ideja është që njeriu agjëron edhe nuk agjëron jashtë Ramazanit, por muaji i Shabanit është më i veçantë se muajt e tjerë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhalika shahrun yaghfalu fihi an-nas. Është një muaj që njerëzit janë të shkujdesur, se para Shabanit është Rexhepi dhe mas Shabanit është Ramazani. Kështu që në Rexhep, duke qenë se është muaj i shenjtë, njerëzit përkushtohen me agjërim. Në Ramazanin normal që ka agjërim, edhe njerëzit Shabanin e bëjnë si tip pushimi. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Për këtë arsye kushton të rëndësi. Gjithashtu për është 10 ditësh e Dhulhixhes, që do të futet, themi mas disa ditësh, do të thonë fund të majit, edhe ai është i rëndësishëm për të agjëruar, sepse janë ditët më të mira të Zotit, 10 ditësh e Dhulhixhes, siç është 10 neçi i fundit të Ramazanit, 10 neçi më i mirë i Zotit, 10 ditësh e Dhulhixhes është 10 ditësh më i mirë dhe aty pëlqejet që të agjëron. Pastaj kemi të hënën dhe të njëjtën, kemi 3 ditë të bardha, kemi 3 ditë të shpërndara në muaj. Pra mund të jetë dita e parë, e mesit e fundit, mund të jenë 3 ditë. E rëndësishme që mos të ketë, siç thot titulli, mos të ketë muaj që nuk e prek agjërimin. Zoti